Të gjithë po qeshin me parashikimet e Neville dhe Carragher për tabelën e Ligës Premier. Ish futbollistët e njohur anglez, tani analistë të Sky Sports, Gary Neville dhe Jamie Carragher parashikuan para fillimit të këtij sezoni se si do të dukej tabela e Ligës Premier. Megjithatë, parashikimet e tyre ishin një huqje e madhe dhe tani ata janë bërë hit në rrjetet sociale pikërisht sepse bën gabime vërtet të mëdha në parashikimet e tyre. Liverpooli fitoi titullin kampion së fundmi dhe Neville parashikoi se ata do të përfundonin vetëm në vendin e 5 në Ligën Premier. Carragher parashikoi që Nottingham Forest do të binte nga liga dhe ata aktualisht janë në vendin e 6 dhe luftojnë për një vend që i dërgon në Ligën e Kampionëve. Ajo që është interesante është se të dy nuk i përbushën në mënyrë drastike parashikimet e tyre kur bëhet fjalë për Manchester United. Neville tha se United do të ishte i treti në fund të sezonit dhe Carragher tha se do të ishte i pesti. Në realitet, djajt e kuq janë vetëm në vendin e 14 në tabelë. Po ju shikues të nderuar, a keni ndonjë mik që ka bërë parashikime po kaq të sakta sa Neville dhe Carragher? Na tregoni në hapësirën për komente.